Unë e kam një kush për ta nxjerrë burrin nga ndalimi. E nxjerr atë nga ndalimi me kushtin që ti pranon të kesh marrëdhënie seksuale me mua. Individët të cilët punojnë në institucione publike amnestohen për ngacmime seksuale. Këtë radhë do të tregojmë se çka ndodhi me policët të cilët hetohen apo pretendohen se kanë rënë ndesh me ligjin për shkak të ngacmimeve seksuale. Siç e dini, policia e Kosovës është adresa për shumë viktima të dhunës dhe viktima të dhunës seksuale. Ngjashëm me to janë edhe viktimat e dhunës në familje. Pra gratë të cilat denoncojnë burrat e tyre për dhunë. Në dorë kam një dosje të dhunës në familje. Ngjarja pretendohet se kishte ndodhur në vitin 2020. Burri pretendoi se kishte rrahur gruan. Ajo ishte paraqitur në stacion të policisë për të kërkuar ndihmë, ndërsa aty përpos ndihmës kishte marrë edhe disa mesazhe prej një kapiteni të policisë, i cili kishte kërkuar që viktima të dilte me të. Pra të gjithë e dinë se çka nënkupton kërkesa për të dalë në vendin tonë. Ngjarja, shikues të nderuar, kishte ndodhur në qytetin e Pejës, më saktësisht në stacionin e policisë në Pejë. Problemi është se në këtë rast janë hartuar 64 faqe raport të IPK-s, ndërsa dosja është mbyllur në prokurori me konstatimin se nuk ka vepër penale. E në standarde, kapitenit ju ka shqiptuar vetëm një ulje e pagës. Historia e kësaj ngjarje sipas dosjes së Inspektoratit Policor të Kosovës ka nisur me datën 5 gusht 2020. Viktima kishte telefonuar policinë dhe kishte denoncuar dhunën në familje. Sipas procedurave, policia i përgjigjet thirrjeve, shkon në shtëpinë e viktimës, e arreston burrin dhe e dërgon në burg. Rrethanat përkatësohen atë natë. Njëri nga fëmijët e çiftit sëmurët dhe duhet të dërgohet në spital për tretman mjekësor. Gruaja obligohet që për shkak të nevojës për ndihmë t'i bie pishman dhe të kërkoj sërish që burri të jetë i lirë. Në dosjen e IPK-s shkruhet qartë, gruaja e gjendur para kësaj situate, mëngjesin e ditës vijuese shkon në policinë e Pejës dhe kërkon ta tërheqë deklaratën për dhunë ndaj burrit të saj. Gruaja në hyrje të stacionit policor takon një zyrtar policor, i cili i kishte thënë se po të dërgon të një shef i policisë dhe e kishte dërguar të një kapiten. Siç përkruhet në dosjen e IPK-s, kapiteni e kishte pritur gruan të cilin i kishte thënë se atë natë nuk mund t'i ndihmoj. Takimi ishte mbyllur me premtimin se diçka mund të ndodhte të nesërmen. Kur mëngjesi kishte zbardhur, kapiteni, siç përshkruhet në dosjen e IPK-s, e kishte thirrur ankusën disa herë në telefon. Në telefon i kishte thënë që të shkonte në stacionin policor në Pejë dhe ankusja kështu kishte bërë. Në një intervistë që viktima e kishte dhënë në polici, ajo kishte sqaruar qartë që në hyrje të stacionit po e priste kapiteni me një mesazh të qartë. Unë e kam një kush për ta nxjerrë burrin nga ndalimi. E nxjerr atë nga ndalimi me kushtin që ti pranon të kesh marrëdhënie seksuale me mua. Pas këtij mesazhi, viktima pretendoi se kishte pasur një telefonatë e cila ishte regjistruar dhe ishte pjesë e provave. Aty ishte përmendur borxhi dhe premtimet se borxhi do të kthehej. Sipas dosjes, kapiteni kishte filluar t'i shkruante edhe mesazhet e tjera, duke i thënë se burri del për 10 minuta dhe ankusja ja kthen se nuk i mbetet borxh, ka me kthy borxhin. Sipas mesazheve që gjenden në shkresat e këtij rasti, kapiteni e vet ankusën se au takua me të ndaluarin dhe se e lut mos t'i tregoj atij çka kanë biseduar këta të dy. Bisedat ditëve në vijim vazhdon kur kapiteni i kërkon ankusës dërgimin e fotografive dhe duke i thënë fjalë se e kishte zërin shumë të mirë, e fjalë të tjera joshse.
Disa ditë pas këtyre mesazheve, gruaja nuk pranon të del me kapitenin e policisë dhe i shkruan atij që mos ta shqetësoj më. Kapiteni pajtohet me kërkesën e gruas, mirë po e njëjta shkon dhe denoncon rastin në polici. Sipas formularit të ankesës së qytetarëve ndaj punonjësve të policisë së Kosovës, gruaja e thot në deklaratën e saj se kapiteni i ka kërkuar favore seksuale. Ajo bashkë me deklaratën se po ndiej e ngacmuar nga kapiteni i policisë si dëshmi e bashkangjet edhe një CD me mesazhet e saj me kapitenin. Në stacionin e policisë në Pejë thirrën hetuesit e IPK-s, të cilët fillojnë të mirën me rastin dhe e intervistojnë gruan. Por aja këtë nuk i përmend favoret seksuale, nuk thot se i njëjti i kishte thënë të kryen të marrëdhënies seksuale, por thot se burri i saj do të lirohej nëse ajo pranonte të dilte me kapitenin e policisë.